Dhe ka ardhur momenti që ne të ftojmë në skenë një ndër banoret më të përfolura, për të cilën në fakt kjo do t'jetë dalja e parë e saj, që nga momenti që ajo u largua nga shtëpia më e famshme në vend. Zonja e zotri, ftoj Alba Pollozani. Mirë mbrëma, Alba. Mirë mbrëma, mirë se vjen. Mirë se vjen në finalen e Big Brother. Si jeti, mirë? Mirë, po ndihem për momenti shumë emocionuar se skena nga këtu afër vërtet shkëlqen më shumë se yjet që i shohim si për në qiell. Jeni shumë të mirë. Alba, kjo është dalja jote e parë publike që pas largimit nga shtëpia e Big Brotherit. Na trego pak rrugtimin tënë se si ka qenë pikrisht dalja jote, si ke takuar njerëzit, çfarë kanë thënë për ty, si e ndjer ti dhe çfarë ke përjetuar këto ditë ose këto javë, themi? Këto javë kam marrë pak vetën me të mirë, kam pushuar pak, jam qetësuar, edhe realisht e gjithë ngrohtësia, përkrahja dhe dashuria që unë kam gjetur për jashta, pasi kam dal nga Bigu, i ndihem shumë faleminderuese të gjithë njerëzve që më kam falë atë shumë dashuri, sepse është pikërisht dashuria juaj, ajo që realisht mua më jep shumë motivim dhe më jep shumë forcë për të vazhduar përpara. Më vjen pak keq për mënyrën se si dola, sepse është e vërtetë që mund ta çoja ndoshta deri në fund. Mirë po, ndodhi fati si ndodhi, por një gjë ju premtoj që këtu jemi njohur dhe sërish ka për të vazhduar njohja jonë së bashku në vazhdimsi në projekte të tjera.